punës në Shqipëri, taksa më e lartë në botë, po dhe këte askush nuk e donë, por askush nuk e mohon. Atëherë përgjigja është ajo që opozita e ka ngritur në mënyrë të përsëritur vitet e fundit, dhe që banalistët, kriptoramistët, e fshehin nga ju, e fshehin nga shqiptarët. Shkaku i asaj proteste është frika të cilën ka ngullur gjerë në palcë të shqiptarëve. Njerëzit nga Afrika nuk guxuan të dalin në protesta për të mbrojtur interesat e tyre. Edi Rama me sistemin e patronazhistëve, me presionin mbi punojësit dhe familjet e tyre, me arrestimin e 10 mijëra qytetarëve për faturat e dritave dhe të ujit, me diferencimin politik të tipit të një pushtuesi, me propagandën e tij toksike që shpërndahet nga mediat kryesore të kontrolluara prej tij, ka instaluar një lloj si etrit e tij të mëparshëm frikën tek shqiptarët, duke i kërcënuar ata me vendin e punës, me falimentimin e biznesit, me falimentimin e fermave, shkurt, duke i kërcënuar ata me kafshatën e gojës. Mirë po, kjo tregon se në Shqipëri ka vetëm një forcë që sot mbarë jo vetëm idealet demokratike të mbarë shqiptarëve, por përfaqëson guximin shqiptar. Ka vetëm një forcë që sot qëndron e pamposhtur ndaj sulmeve të egra të narkoshtetit. Ka vetëm një forcë që sot ngrihet mbi frikën dhe dhunën në betejë për interesat, për dinjitetin e shqiptarëve, liritë e tyre. Dhe kjo forcë është Partia Demokratike.